Jo, deri tani nuk kemi një opcion tjetër, ne kemi pas Kurtin si mandatar, e ka mandatu pra presidentja në bazë të propozimit që ka dalë nga Këshilli i Përgjithshëm. Nuk kemi mbledhjet e Këshillit të Përgjithshëm, sepse te ne shkojnë kështu, pra janë hallka të vendimarrjes, pra nuk ka mbledhje të Këshillit të Përgjithshëm të thirrur, dhe si rezultat unë nuk besoj që do të ketë ndonjë emër tjetër për mandatar. Po ta kishte ndruar emrin, besoni se situata do mund të ishte ndryshe? Jo, nuk dëgjoj. Këtu jemi në situatë kur lëvizjen vetëvendosje dhe Albin Kurtin, partitë opozitare i shohin disi me zili, edhe mundohen që me të gjitha format e mundshme ta pengojnë pra formimin e një qeverie me lëvizjen vetëvendosje, me Albin Kurtin si kryeministër. Pra, inotet janë pak më të thella edhe kundërshtit janë pak më të thella se sa që duken. Uroj që ta kalojnë vetveten, sepse po na presin situata shumë edhe më serioze, pra edhe ta kalojnë vetveten edhe të mendojnë një çik më shumë për interesat e shtetit edhe të qytetarëve. Duket, zoti Dokolli, që zgjedhjet e reja të jenë të